Pas vrasjes së 2 diplomatëve në Washington, qeveria izraelite njoftoi tërheqjen e të gjithë ekipit negociator nga bisedimet e Dohës që synojnë arritjen e një anëpushimi me Hamasin në Gaza. Antarët e lartë e ekipit u thirrën në Izrael, ndërsa vetëm antarët e ekipit operativ do të qëndrojnë në kryeqytetin e Katarit, thuhet në një njoftim. Familjet e pengjeve që mbahen ende në Gaza shprehen kritika të forta ndaj vendimit dhe dolën menjëherë në protesta. Kryeministri Benjamin Netanyahu e përdori ngjarjen në Washington për të fajsuar menjëherë qeveritë e Kanadas, Britanisë dhe Francës për nxitjen e krimeve antisemite në një mesazh të shpërndarë të njëjtën mbrëmje. Netanyahu tha se vrasja e 2 punonjësve të ambasadës izraelite është një ngjarje e tmerrshme. Terroristi që i qelloi mizorisht e bëri këtë për një arsye të vetme. Ai donte të vriste hebrejnë dhe ndërsa i larguan ai brohoriste çlironi Palestinën. Kjo është pikërisht e njëjta brohoritje që dëgjuam më 7 tetor. Ambasadat izraelite në mbar botën rritën menjëherë masat e sigurisë. Izraeli po dënohet botërisht për vazhdimin e ofensivës ushtarake në Gaza, ndërsa opozita brenda vendit dhe grupet hebraike kanë paralajmëruar rritje të krimeve antisemite. Izraeli ndërkohë njoftoi lejimin të mërkurën të mbi 100 kamionëve me ushqim për foshnjat dhe pajisje mjekësore në enklav. Netanyahu tha gjithashtu se ushtria izraelite shpreh keqardhje për incidentin me diplomatët europianë në bregun e pushtuar perëndimor, ku hap zjarr gjatë vizitës së tyre.